Edhe një hadis tjetër, që thuan dietarët islam, grada e këtij hadisi është e dobët, por mesazhi dhe porosia është e jashtëzakonshme. E një veshin, fjalë madhështore për ato që dëshiron të afrohet tek Zoti xhelleshanu. Për ato që ka ardhur në xhami vetëm në mënyrë formale, normal që nuk di bojë dobi. Por për ato që vërtet dëshiron ta pajisje veten e tij, që ta adhurojë Zotin dhe ta arrijë dashurinë ndaj Allahut xhelleshanu, është fjalë madhështore që ja vlen të regjistrohet në thellësinë e zemrës. Thot Allahu në këtë hadisul kudsi, unë jam në hall me njerëzit dhe gjinët. Allahu është në hall në problem me mua, me ti dhe me gjinët. E përse o Zot? Thot Allahu i madhruar, unë i kam krijuar këta njerëz, këta krijesa, ndërsa ato e kanë lidhur zemrën me gjërat e kësaj dunjaje. Andos kjo gjë shumë vallahi. Dikush e lidh zemrën me këtë dunja, dikush me bashkëshortin e tij, dikush me paran, dikush me veturën, dikush me shtëpinë dhe kështu me radhë. Ki mund të mos shprehet se adhuron dunjan, parën dhe kështu me radhë, por realitet është rob i dunjas dhe parës e jo i Zotit xhelleshanu. Thot Allahu xhelleshanuhu, unë e furnizoj robin ndërsa ai falenderon dikë tjetër për krijesave. Unë miqësohem me ta, ndërsa ai armiqësohet me mua. Unë miqësohem me robin tim edhe pse nuk kam nevojë për ta, ndërsa ai armiqësohet ndaj meje edhe pse në kulmin e nevojës. Unë i dërgoj të mira në mënyrë të vazhdueshme në çdo moment e çdo sekond, ndërsa robi më bie, dërgon tek unë mëkate dhe gjinahe. Vazhdon hadisil kutsi duke thënë, ata që më kujtojnë janë njerëzit më të afërt me mua. Në momentin që ti e kujton Zotin xhelleshanu, dije se i afërm i Allahut. Prandaj thot Allahu xhelleshanuhu, ata që dëshirojnë të jenë të afërmit e mi, le të më kujtojnë mua përmes adhurimeve të ndryshme. Atyre që bën gjinahe nuk u akpus shpresën tek unë. Nëse më pendohen, do t'jenë të dashurit e mi, e nëse nuk më pendohen, nuk më kthehen tek unë, do t'jem doktori për ta. Përmes provave dhe problemeve, do të mundohem t'i pastroj nga gjinahet dhe mëkatet që kanë bërë. Nëse robi më vin i penduar tek unë, do ta pres nga larg. E nëse robi vazhdon duke kryer gjinahe dhe mëkate, atëherë do t'i thiri nga afër, o robi jem, mos ke gjet një Zot që është më i mëshirshëm se sa unë? Thot Allahu xhelleshanu ka fundi i këtij hadisi, një e mirë që e bën robi për hirtimin, vlerësohet prej 10 deri në 700 sevape, ndërsa çdo gjina që e bën robi, ndaj Zotit xhelleshanuhu, ai nuk dënohet përveç se me një gjuna. Betohem, thot Allahu xhelleshanu, me krenarin dhe madhështinë time që nëse vazhdon robi të më kërkojë falje për mëkatet e bëra, paqofshin edhe shumë të mëdha, unë do të vazhdoj me faljen e mëkateve që i ka bërë në këtë dunja.